Dëme të shumta materiale përgjatë rrjedhës së lumit Markov në komunën e Studeniçanit. Për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut të një dite më parë, lumi doli nga shtrati duke vëshuar dhjetra shtëpi në Batincë e Lubosh. Për shkak të sasisë së madhe të ujit, në disa pika ka pasur edhe shembje të dheut, prishje të serave dhe tokave bujqësore, ndërsa në hyrje të fshatit Lubosh, rreshjet dhe shembja e dheut kanë ndikuar edhe në shkuljen e një peme. Sot situata paraqitet stabile, niveli i ujit ka rënë, lumi është tërhequr, ndërsa shumë banor po merren me pastrimin e hapësirave të përmbytura. Po doma kanë pas këndena për shtëpi, këtu poshtë kanë pas, bagji kanë pas. Problem, me ujt problem. Ishte në altura s'ka den, ishte problem. Kakësia në altë ka shkua, ishte për udhe. Aje poshtë ishte ka bo dam, në për shtëpia ka një. Shumë problem ka bo në altë, ka bo të ura kakësia në altë, kurita se ka mbajtë. E në kur njonin nuk merë masa për me bo këtë punë, iqë. Ka arkada në Saloniki Kojlune çka ka bo, ka shkue. Problemi mas. Никаква сосојба, видите како е. Оти градоначалник не води сметка, само треба да очисти реку. Буџет е даден за реку, да се очисти. Меѓутим, те пари где су насочени, никој не зна. А носи и куќи плави, ево моја фолија, видиш како е. Që rrugën shtanit kjo, shto dome je. Si thonë, dome në shpishi që s'kina pas, që kjo, a ka në rizik për te poshtë ma shumë, a ka në rizik, qa jo? Strašno je poplava na sve strane, reka se izliva. I niko nije imao pretpostavku da može tako nešto da bi imao. Ove kuće su sve bile u vodu. Naprimjer, meni je pun podrum i sprati, sve pod vodom. Neka ćer, ne znam u podrum, ne znam frižder kako je kod ćerka mi je kod mene. Ušlo je kod mene u podrum, ali ima voda 15-20 santine. I loše je bilo, da svi smo se isplašili, ali opet, hvala Bogu. Sinoќа не се знаа ни каде мостот, ни каде нивата, ни каде се ова. Значи проблем синоќа имаше излевање, првиот пробив беше горе, пробивање на Маркова река. Тој дел има поплавено куќи, има поплавено ниви. Гледаш како е крив мостот. Како е добар, може да биде мостот добар кога е искривен. Значи ова треба државата да преземе нешто да го направи. Ова е со години, не ова само сега. Значи ова од 79-та навака секој втори, трета година имаме поплави. Ова треба некој да преземе мерки и ова да се реши. Për shkak të situatës me vërshimet në këtë rajon kishte regjim të posaçëm të qarkullimit. Hyrja për në fshatin Batincë për disa orë ishte e mbyllur. Nga qendra për menaxhim me krizat thonë se niveli i ujit në të gjitha lumenjtë është tejet i lartë dhe kjo tendencë pritet të vazhdojë. Niveli i ujit në lumin Vardar është dukshëm i lartë në të gjithë rrjedhën e tij. Gjatë ditës pritet që niveli i tij të mbetet i lartë, veçanërisht në pjesën e mesme dhe të poshtme të Peugut, ku mund të zhvendoset vala e ujit. Edhe niveli i ujit në lumin Treska është i lartë dhe në afërsi të vendit Plasnic është e mundur që lumi të dalë nga shtrati, duke përmbytur livadhet përreth. Po ashtu, edhe lumi Strumic ka një nivel të lartë të ujit në të gjithë rrjedhën e tij. Për shkak të rreshjeve në Kosovë dhe lumi Lepenc ka një rritje të nivelit të ujit. Nga qendra për menaxhim me krizat paralajmërojnë qytetarët që të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjes pranë lumenjve dhe përrejnve të thatë gjatë ditës së sotme.